Mon në shërbim të konsensusit. Ish kryeministri dhe njëherësh ish kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano, që dominoi skenën politike për disa dekada, u ndërrua nga i gjithë spektri politik shqiptar. Ish bashkëpunëtorët e tij në qeveri vlerësuan vizionin e Nanos si kryeministër për t'i dhënë prioritet paqes sociale. Deputet dhe ish deputet socialist vlerësuan Nanon për meritën e modernizimit të së majtës shqiptare. Fatos Nano si lider i Partisë Socialiste në 14 vjet, kur nuk ka për të ndodhur më që në harkun e 14 vete, 4 vjet i kalosh në izolim dhe 8 vjet ta mbaq forcën politike në pushtet. Ishte liberal dhe u fokusua tek gjëja që kishte më të domosdoshme në Shqipëria, që ishte paqja sociale. Ju dha lirinë e mundshme që të bëheshin njerëz më të mirë. E të bën edhe një parti më të mirë se sa ajo që trashëguan. Më lejoni të përsëris që unë nuk kam ndonjë titull personal mbi zyrën e kryetarit. Përfaqësuesit e opozitës e nderuan Fatos Nanon si politikan të moderuar dhe bashkëpunues me kundërshtarët politik. Vlerësuan marrëveshjet e arritura me shefin e qeverisë Nano me në fokus çështjet kombëtare, duke tejkaluar interesat e politikës së ditës. Unë do ta kujtoj Fatos Nanon si njëri i mendimit dhe absolutisht i tolerancës. Asnjëri nuk është perfekt, por Fatos Nanon mbi të gjitha kishte edhe tolerancë që pak politikanë shqiptarë kanë. Ky është një mundësi që ne të shprehim një angazhim të përbashkët. Prej përfaqësuesve të politikës, Fatos Nano u vlerësua si drejtues me sens liberal, politikan që menaxhonte fitoret si kundër humbjet. Kanë përgatitur dokumentacionin e gjendjes ekzekutive të shtetit për të gjithë sektorët, i cili do të dorëzohet me protokoll